2025-a më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në këtë shtet. Viti 2025 ka qenë viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në Norvegji, me një verë të shënuar nga një val e fortë e të nxehtit dhe një fillim dimri të vonuar dhe jashtëzakonisht të butë, njoftoi Instituti Meteorologjik Norvegjez. Si një tjetër tregues i çrregullimeve klimatike të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore, termometri arriti në 4.0 gradë Celsius në 22 dhjetor në kryeqendrën e arkipelagut të Svalbardit, në zemër të Arktikut, më shumë se në Sevilje 3.0 gradë Celsius apo Ankara 1.0 gradë Celsius në të njëjtën ditë. Është një vit rekord, deklaroi klimatologu Hans Olan Huggen nga Instituti Meteorologjik Norvegjez. Shumë zona të Norvegjisë përjetuan një verë jashtëzakonisht të nxehtë me një val të fortë të nxehtit në korik. Kjo sigurisht ndikon në bilancin e gjithë vitit. Për më tepër, para Krishtlindjeve pam një fund vjeshtë dhe një fillim dimri relativisht të butë, shtoi ai.